që lidh bashk historinë me ardhmërinë dhe nuk mundet do të mos e përsëris që një koincidencë e madhe bashkoi në një datë 26 maj dy momente shumë domethënëse të historisë së Partisë Socialiste. 26 maj në 96-ës, kur socialistët u përballën me furinë e një dhune dhe me një brutalitet që faktikisht vuri të gjithë Shqipërinë përballë sfidës reale të ndërtimit të demokracisë, si sfidë që u shfaq shumë herë më e madhe se sa çfarë dukej në fillim kur u përmbys diktatura, dhe që vendosi Partinë Socialiste në një situatë jashtëzakonisht dramatike, ku ata të cilët ishin në vijën e parë, qoftë si përfaqësues të Partisë Socialiste për ato zgjedhje, qoftë si drejtues të Partisë Socialiste në territor, qoftë si komisioner të Partisë Socialiste, u dhunuan, ashtu si kundër u dhunua tërësisht edhe rezultati i atyre zgjedhjeve, që u grabitën nga pushteti i degraduar i Partisë Demokratike. Dhe ai 26 maj sot është i paparafitueshëm për ata të rinj që ishin këtu, apo për shumë kënd tjetër që është këtu dhe që nuk e ka jetuar atë moment dramatik. Është e paimagjinueshme sot Shqipëria ku opozita dhunohej rregullisht, ku kishte vetëm një ekran, ekrani i radio televizionit shtetëror, dhe në atë ekran nuk shfaqej asnjëherë opozita, përveç se në ndonjë rast me pamje që mbuloheshin nga komenti negativ i speakerit të lajmeve. Shqipëria e asaj kohe kishte vetëm një gazetë opozitare, e cila edhe ajo u bë shkruar me hi nga ai që ishte vërtet një regjim brutal. Nuk mund të imagjinohet sot nga shumë kush që të ishte pamundur që të ishe në opozitë dhe të mos keq trajtoheshe duke u denigruar dita ditës. E tha këtu njëri nga themeluesit e Partisë Socialiste të Korçës se si selia e Partisë Socialiste u fut në një cep. Ndërkohë që edhe vetë qelli filloi të përlotet dhe të vajtohej tani që po dëgjon se ç'ishte ajo kohë. Unë ju premtoj që nuk do ju mbaj me një fjalim të gjatë nën shi, por dua vetëm që ta kthej tek 26 maj i para shumë pak ditëve, kur Partia Socialiste e ngjiti Shqipërinë edhe një maj më lart në rrugën drejt majës që faktikisht është amaneti që kemi nga të parët tanë, është edhe borxhi që kemi fëmijëve tanë. Maja ku gjendet shtëpia e Europës Bashkuar dhe ku pa asnjë diskutim ne do të vendosim me se zbën flamurin kuqezi të Ismail Qemalit dhe të Gjergj Kastriotit. Sepse Partia Socialiste është partia e cila në këto 35 vjet
ka dëshmuar se është e vetmja forcë politike që është në gjendje të ketë një marrëdhënie të drejtë me interesin kombëtar, e vetmja forcë politike që është në gjendje të ketë një marrëdhënie të drejtë me të shkuarën, është e vetmja forcë politike që është në gjendje të ketë një marrëdhënie të drejtë edhe me botën. Dhe është krenaria jonë që pas një periudhe të gjatë vështirësish dhe denigrimi, ja kemi ngritur kokën çdo shqiptari kudo ku ndodhet në botë dhe i kemi dhënë Shqipërisë emrit saj një titullim krejt tjetër nga ai që kishte deri jo shumë vite më parë. Dhe mbi të gjitha është krenaria jonë që sot Shqipëria ndodhet në një fazë tjetër. Pasi kemi mbyllur fazën e çeljes së të gjithë kapitujve për negociatat, tani kemi hapur fazën e mbylljes së të gjithë kapitujve të negociatave. Çfarë nuk thanë e çfarë nuk do thonë, por le të thonë ç'të duan, ne themi atë që bëjmë dhe bëjmë atë që themi. Unë do ndalem këtu dhe edhe një herë tjetër nuk dua që t'ju mbaj më gjatë nën shi, por nëse shiu filloi duke dëgjuar se ç'ishte Shqipëria, le të vazhdoj si bereqeti që do të kemi dhe le të bjerë mbi këtë festë të 35 vjetorit të Partisë Socialiste edhe këtu në Korçë, duke paremëruar një fitore të jashtëzakonshme si ajo që ne do të realizojmë të gjithë së bashku në zgjedhjet e vitit të ardhshëm. Shumë faleminderit.